puna me nefsin do të thotë që ta vendosësh nefsin tënd përpara e ta shohësh cilat janë pikat e mia të forta që ti shtoj e cilat janë pikat e mia të dobta me të cilat duhet të punoj. Prandaj, kur themi që duhet të punojmë shumë me nefsin ton, dietarët thonë duhet punosh që nefsin ta frenosh nga një herë edhe përpara halalit që të mos shkoj tek harami. Mund të thotë dikush, po halali është e lejuar, pse unë duhet ta frenoj? Halali është e lejuar dhe është halal tek Allahu xhalleshanu. Por nga një herë kur njeriu e njeh natyrën e nefsit të tij, e frenon ato edhe përpara gjërave normale të lejuara dhe halal, sepse e di që po qëse e lëshon nefsin e tij, ky nefs e çon ato në haram. Prandaj thonë, edukimi i syrit të njeriut është që nga njëherë ta ulësh syrin edhe përballë gjërave që janë të lejuara, ta kontrollosh shikimin tënd. Prandaj Zoti na urdhëron në Kur'anin famlar, o Muhammed, thuaj besimtarëve të ulin dhe të kontrollojnë shikimin e tyre. Dikush mund të thotë, po syrin ma ka dhënë Zoti, syri është për të parë, pse unë duhet ta ul shikimin? Pala tjetër të kontrolloj veshjen, apo pala tjetër të kontrolloj sjelljen. Allahu xhalleshanu të mëson ty të edukosh veten tënde, të edukosh shikimin tënd, se ai njeri që kontrollon shikimin e tij në halal e ka më të lehtë ta kontrollojë shikimin e tij në haram.